Të dhëna të ndryshme flasin që Irani ka rreth 50.000 centrifuga, nga të cilat në Fordow kanë qenë 7.000, 10.000 në Natanz, edhe të shpërndara në vendet tjera. Më përparuarat i ka në Isfahan, që janë rënë nënta. Jo, në Isfahan nuk ka pasurim, sepse janë impjantet e reaktorve dhe të studimeve shkencore. Studime atje mund të ka centrifuga, po janë për qëllime laboratorike. Ndërsa prodhimi industrial bëhet në këto dhe në disa qendra të tjera të fsheta. Për të kuptuar logjikën e kësaj analize, sipas episodit Pullumi. Fakti që nuk është vërejtur, kush e konstaton që ka patur apo s'ka patur radiacion? Kapet nga satelitët apo nga agentët, nga spionat aty përdallë? Kapet duke filluar nga spionët, nga vetë Irani, i cili ishte interesuar të kontrollojë ambientin që ka rrjedhje apo jo. Irani, se ato bombat 14 tonë që Amerika, thotë që jo s'ka patur, se nuk do. Do që t'ja prishi fesën Amerikës. Izraeli për shembull ka një rrjet të tërë agjentureal që vepron në Iran në të gjitha nyjet e administratës dhe ata raportojnë për çdo gjë që ndos aty. Çfarë ka thënë Izraeli se Mossadi këta? Nuk kanë raportuar që atëherë domosdoshmë s'ka patur shkatrim. S'ka patur. Pastaj gënjen presidenti Trump. Jo, është dëmtuar impjanti. Po, lënda aktive është hequr, ose nuk është prekur. Po dëmtimi impjantit nuk do thotë që është shkatëruar programi për impjanti do filloj të riparohet. Në qoftë se duhet. Tani, djalli fshihet në detaje. Ky detaj është shumë rëndësishëm, do thënë, nëse që kanë prishur ca centrifuga, të cilat i zëvendëson shumë shpejt, uraniumi pas ka ikur, sa e thonë një vërnuj, apo është një sabotim i fitores së Donald Trumpit. Tani, kjo kohë që derisa të ringrihet sistemi i pasurimit i uraniumit, do të shfrytëzohet nga politika ndërkombëtare për të gjetur një zgjidhje diplomatike ose politike me Iranin që të mbyllet ai programi i famshëm që vajti mbi 30 vjet që po më duket se kjo është një konspiracion është një konspiracion kundër Trumpit. Se unë mendoj që dhe shërbimi inteligjent izraelite që vdesin ta fusin Amerikën në këtë luftë kundër Iranit, ndoshta dhe ato japin fake news, thonë që s'ka radiacion, Irani do të bëj politikë që thotë që Amerikanët s'ta bëna si gjë, sepse ne në gojë ujku të hedhim valle, si thoshim ne në kohën e komunizmit. Dhe kështu që një do për gjashta Donald Trumpit.